Që kemi pa, prej shkurtit e deri në qershor të vitit 2026, kemi pa që partitë diskutojnë vetëm për një pozitë. Çështja e presidentit që është absurde, sepse gjithë dim që presidenti nuk ka fuqi ekzekutive, është më shumë pozitë kushtetuese, unifikuese. Pra do duhet të ishte, por jo me pushtet të madh ekzekutiv. Pra logjika është që partitë nuk po dëshirojnë të qeverisin, por në farë mënyre vetëm të sondojnë. Pra kjo është sondim çka po ndodh në Kosovë. Pra që nga shkurti i vitit 2025, ne kemi një sondim të palegitimuar, kisha thënë, është fjalë e vrasht, por kjo është realiteti. Për fat keq që opozitë reale konkrete nuk kemi, prandaj edhe pushteti po cilët në formën tallëse, në mënyrën edhe me shtetin edhe me qytetarët. Dhe tash kemi ardhur prapë në njëjtën pikë ku pushteti e ka fokusu krejt debatin veç të një pikë, të presidenti, që për mua është qasje e gabueshme edhe e partisë në pushtet, po qasje edhe më e gabueshme e partive opozitare, se ato duhet ta kenë transparencën si pikë të fuqisë së demokracisë. Unë mendoj si parti tjera qasjen e kanë pas rreth çështjes së presidentit, kanë tregu çfarë ato janë gjendje me votu rreth çështjes së presidentit dhe nuk besoj që kanë ndrru. E kuptoj lidhjen demokratike, e cila është në një situatë tjetër tash për shkak se ka pas kandidat për president dhe nuk ka votat mjaftueshme as mja bë nënshkrimet atij kandidati, cilema me tutje, por PDK-ja dhe AKP-ja janë në të njëjtat pozicione.